Shikues të podcastit Lojtari 12, jena me episodin e radhës. Pas shumë kërkesave që po folim veç për Premier League, dojna më dalë pak në Serie A, konkretisht me klubin ikonik të AC Milan. Afër me është një tifoz shumë i moqëm, nga 2002-ta, edhe pse është i rinë mosh, 30 vjet, po që është shumë marakli dhe shumë tifoz detajist që si ikin sene të vogla. Afër me është Leoniti. Përshëndetje Blaki. Leonit, përshëndetje. Përshëndetje. Shumë një tifoz, ha? Ja, më erdhe. Ka dalë. Që kjo fanel? Fanela e Ibres. Ibres. S'pjanisim e Ibren, Leonit pjanisim se tim të rëgove që je prej 2002-tës. Po. Kalzon pak që shuje bo tifoz. Unë kam një fanel të vjetër që ma pa blej bobi në 2002-ën. Na ki dërgu fotën e qesim kismet e shojnë. Aja është me Opel, edhe unë faktikisht atëherë ashe e kum ditë që çfarë ekipi është ajo. Po, është vërtet që Opel i ka lejtë për që ka pas Milanin në fanel? Kej lezit në Milanin. Okej, po tani? Edhe tashti, në atë kohë nuk e kom njoftë, e kom pas si fanel, po se kom ditë as si klub, as si loj, as e kom pat Milanit, as kërgjo. Tek të 2003, do më thonë mas një viti, është loja Roma me Milan. Roma Milan, po. Edhe për herë të parë shoh dhe thomë çfarë më shkje ku ka fanella. Çfarë komë në vesh? Edhe në atë lojë Shevchenko ishte nën 2 golla. Shevchenko, okay. Shevchenko loja kryet 2-1. Edhe çaty Milani më ka tërheq edhe Shevchenko është lojtari i preferuar që e kam. Që ka me dashnia për to, ha. Kallzona Leonit tash çat kohë tipi vjen ti Saone 2003-ën 8 vjet. Atë sezonin vjus Milani bu kampion 2004-ën. Kallzona pak për atë fillimin, sepse në qëtë kohë kur i bo tifoz Milani ka akon goxha pak do kon një vit pa një vit janë finale. Domethënë çat kohë Milani bëhet kampion Serie A, paraprakisht u pat bën Champions League. A ki mri finalen e parë 2003-ën? Me Juventus që fiton penalltin? Faktikisht jo, finalen 2003. I vogël shumë, I vogël shumë atëherë pse kum rri, pse ma vonë kum pa në YouTube. Po. 2005-ën? 2005-ën është historia shumë interesante. Istanbul pak këtu në Ardin se je pak. Istanbuli, domethënë, rezultati 3-0 në pjesë parë. Edhe atëherë unë kom pas 9 vjet. Edhe babi thot çu me flejt se 3-0 fitoi Milani, u kryi loja, shkoj me flejt nesër. Ish pak, se kemi rri pjesën e dytë, ha? Jo. Domethënë nesër ti. Domethënë unë flej. Po pjesën më të keqe. Ja, flej me atë mendimin Milani ka fituar, nesrit në shkollë atëherë nuk kena pas interneta. Edhe të nesrit në shkollë unë Milani ka fituar. Domethënë 3-0 loja edhe ka dalë, më bëj shok, ka dalë më se s'ka fituar 3-3 ndon penalla ka hub. Për mua e pabesueshme në atë kohë, gazeta, në atë kohë ti do më thonë gazeta ke mujt me lexu se lajme në televizor, s'ka po, si kur sot në internet live score heng shir 3-0 dhe ditë e mirë. Po, e tani çfarë tan shokt, Liverpooli, ha? E pabesueshme, do më thonë për mua e pabesueshme. 3-0, 3-3 me hub. Atë mojë ti tifoz hala apo uzbe e mas ndodhi që kjo, se në atë kohë fol shumë, hala folet, pi vjen 20 sa vjet ju mbo. 21 vjet më vonë. Nuk është diçka domethënë në atë kohë Milani kona pa marr parasysh, a ka huba, ka fitu Milani kon për mua ekipi i parë dhe ekipi i fundit që e du. Edhe tani ndodhi o 2007-a. 2007-a. E më shumë. 2007-a. S'kish lejt inshallah. 2007-a e kam edhe historie me Gjo, më është aja me Manchesterin. Gjysmë finale. Po, gjysmë finale. Ta ke parasysh loja e parë ka up 3-2 Milani Manchester. Po, 2-1 rezultati edhe unë shkoj me flejt, nesër 3-2. Po, a ke flejt gjithë herën gjuma që rëpunë? Gjithë. Domethënë unë gjithë kam flejt herët. Gjum po deri ma vonë. Domethënë Milani ke 2-1 të fitu? 2-1, golla ka kasë domethënë po golla famshme që ja bën aty Erves edhe Heinz si rezon për tokën e dytë. Ajo golla famshme që krejt e përmendin. Hala qesin. Pyet paska nuk 2 golla të Runit. 2 golla të Runit fatkeqësisht edhe shumë mirë që si kom bë. A më me lojën e kthimit? Po, ato e kom kshyrë deri në fund se o tuta thash po na i kthen na i sa. Sa? 3-0. 3-0. Golla Tajman men. Kaka. Clarence Zedar Valeja edhe Gillardinho vetëm për tjerë. Bravo. Top match, ure. Paske pas që me flet, po o të lojtë paske mri. Tash domethënë 2003 ekipa dyqysh 2005 në gjëm, ma mirë që ekipa 2007 finalja Milan-Liverpool. A e kona atë ndjeni që domethënë në momenti për hakmarrje që ka ndodhur para 2 vjet më herët? Normal. Domethënë 2007 është momenti i krenarisë Milanit. Domethënë hakmarrja me Liverpool. Po. Edhe loja u kon fenomenale Milanit.
Goxha ka pas aty. Ancelotti. Kakao kon super Top yard, ndeshje. po. Inzaghi me 2 golla, skema Inzaghi që thonë moment ton gollin- fat. Po, golla e parë që pe aja- faulli që e prek. Aja është domethënë skem. So kon fat po. Jo, s'o kon fat kur, aja edhe kundër Interit e ka të njëjtën, Po. kush nuk e din mundet me hi me këshyr. Inzaghi në është lojtarit më me fat në botë, kështu që çfarë golla shkon. Ma me fat në botë për Juve që si një foncat Milanit. Se po thu? Kush e ka njoft Inzaghin edhe kush e din strategjinë e tij edhe lojën e tij e din që Inzaghi kon mjeshtër me ik mbrojtësau. Domethënë ka nejt në offside me menu lojtari që ai Është në offside, është një në ik, a? offside, edhe ai ka ato momentet lëvizjet ku ik 2-3 metra i largohet mbrojtësit edhe hin loj për me shënu. Inzaghi tash na e kena mri edhe shumica e shikuesve ka mri, ka pas goxha 2 golla interesante. Përpas me ndjerje me Liverpoolin finale 2, e ka një Barcelonës miqësore që ja bën vole, Real Madridit ja ka bën ja 2 në San Siro. Golla më interesante është kundër Bayernit, Juventusit që e nal topin edhe me shpi nuk din as vetë që e bën gol nërmet kohën vetë për tjerë. Bufonit. Po. Aja është golla më interesante që është edhe. Besoj që garanti edhe tifozi Italis me kombëtare, mos të ka lidhë me Milan. Italis janë në pothuajse njëjtë si me Milanin. A kemi rrit 2006 po besoj po. 2006 po, atëherë janë kon, domethënë 2004-s, këshyri futboll kështu, Rregullisht, po 2006 botnori ato e kena këshyr me krejt familjarisht, edhe familja kështu me Japi gollin Itali. Inzaghi aty, Çekis, që pa të kalu Petr Çehin. Inzaghi që e ka lënë që bën atë mashtrimin me kry, Një kishte shtrim këshyri mashtrim, nej. Ja, çu po ndokur pas ke pak sitin e Inzagit kështu. Dinak. Dinak. Ka dhënë tash pak se përpos Ibres që e ka Po vesh. bleke një pyetje për ty. Patjetër. Çu je boti fan si Arsenalit? me sa Se që kushton? jam interesant Ja, shumë. mas mund se e kana kaluar pjesë be bol, Lena folin për Milanin, këto po thonë njerëz veç për Chelsea. Ja, ka doli, kemi më kallzu litari preferumën të ti në Arsenal, Garant Giroud. Giroud, çora ai ka lyp në Arsenal 5 vjet, po çato 3 vjet me Chelsea e bë kampion e Evropës. Kështu që Giroud ka thonë që është Jani dhe ai nëse mos ma ndro temën se unë kam edhe historia, jo ti. Ngani, përpos fanellës që ka të veshur me Ibren, që po besoj folim më pak më vonë, e killi fanellë tjetër kështu. Apo do më na shpalos ti? Apo do me çfarë ashtu? Shpalos na çet fanellë. Ka dhënë kujtosh ti para kamerës atje? Kjo është Benaserit. Hajde të ta Edhe shpaloj. kjo e ka një story Ja, mas. po ta se zakonisht tifozët e Milanit kanë fanellat të Kakas, po më ne Shevchenkos Niko, Inzaghi, nashta Pirlo, cilëtar, po të Benaserit, çush tek tu lidh kjo që ka pas nei. Sa vjet kanë? 5 vjet. Ç'është? Pa kush e ngjan. Tifozët e Milanit e gjeni po. Benaseri ka ardhur Milan si litari më i mirë në Afrikë, me në Algjerin. Okej. Edhe realisht ne kom prit shumë për Benaserit. Po. Edhe kush e ka kthyer Benaserin në fillim ka qenë një litar stabil. Domethënë ka shkatru loj, ka nol aksione, ka nis aksione dhe kon shumë dinak e duele, ka fitu tepër duele mes fush. Edhe kom prit që nashta më bën japi mes fushorëve më të mirë që i ka pas Milani, po nuk ndodhe, ja nisi domethënë me lëndime edhe mu lazdru në Itali. E çaq shumë pëlqeu sa që ja vleve fanellën, ha? Në fillim po. She but pa shabesën, qëre. Thon, ky primet tifoz i veçantë me pas fanellën e Benaserit, or diçka goxha rrall. Po definitivisht respekt aty se pa kush është tifoz i Benaserit, tash ka dhënë pak për që lidhin me Ibren. Se Ibra ardhi domethënë 2 herë. Një herë 2010-ën mas Barcelonës, tonë erdhën këtë epokën tjetër. 2010 domethënë është ardhur mas Interit që ka pas lojën që ka luajtur në Inter, ka shkuar në Barcelonë. Barcelonë shkoi një vet. Tani ajo lufta me Pep Guardiola që ka pas, tani ka ardhur Milan. Milan bashkë kur pat nevojë, pa marrë ligë 6 vjet jo. Edhe mendoj që Ibra ka mentaliteti i Ibrës ka bërë revolucion pak në Milan atë vakt. Edhe Allegri u konçat ku. Allegri është hala. Allegri është. Ki far simpatie për Allegri? Allegri në trajneri më i mirë momentalisht në botë. Çfarë me çfarë konstatime po jap? Pse në botë? Ta mbroj me një herë. Hajde fal. Pse Allegri, domethënë, unë nuk e këshyri një trajner veç parlo e bën. Domethënë çysh po fiton. Po. Nuk këshyre, ti këshyre një trajner çka po ndërton. Domethënë Allegri ka ardhur në Milan që tash, sidomos që tash ka ardhur sezonin e kaluar, na e dim çysh ka performuar Milani, domethënë Fonseca, Conceição, katastrofë, një titull me Superkupe me Conceição kundër Interit, faleminderit. Çaj, më shumë çaj.
Po Allegri vos shumë luaj dot pa bën. Allegri nuk bën lojë dot, po bën lojë dot për ata që s'din me këshyr lojën e Milanos. Nuk mund Unë zi me këshyra? Pa ti dot po luaj. Çur nesër, Interin e mujt. Mbrana jashtë. Mbrana jashtë nesër. Çdo ekip madh në Itali, Milani e ka dominu. Okej. Kush ka mujt Juve? Po nuk vetë Cremonese edhe Parma dyat vendas. Cremonese në fillim, po gjerën e parë. Edhe Parma tash. Me sa fera keni hub? Jo. S'keni hub. Okej. Tash kallzom Allegri, pse po koncentruohet më mirë kur nesër, tash për titull ala ka ku. Po ç'është tek Allegri? Nesër tash kampioni pas ka bënë herë. Kampion një herë. Patna e një vit, të një shkojnë një Juventus. Edhe atë vet ishin bë kampion, po e Montari. Është ky rasti golla Montari që nuk u pranu kur. Ai golla që topi fakt e kalon vjen, Buffoni e largon. Dhe dal ky rast me Montarin, edhe golla Lampardit që se pranu me Gjermaninë botëror, më duket kjo golla e teknologjisë më thonë më kështu. E po thu çat vetë gjithsesi është po Milani kampiona? Atë ndodhi kriza që u largu Ibra, Silva. Tani janë krizat ran. Falna për çat periudhën, te Leonet 2014 në ata deka 2020, 6 vjet që janë mizerje, keni pas lojtar mesatar. Për mama në lojtar që kanë kështu që narta mendoj që se kanë meritu vanellën, do lojtarë që kanë shumë. Ka shumë lojtarë që se kanë meritu. Për shembull, për të fundit që se kanë meritu është Kalinici. Ma 3. Edhe ma ju rrimi në herë Kevin Konstanti. I pas në rrugë të janë vëlla. Simon me kërkosh. Fish pak ka pas do. Kono edhe Torres, lojtari yt, disa e din. Ai ka performuar domethënë me një gol. Me një gol me kryp, me Milan edhe Empolin e ka bu. Kur gjë. Ama çka periudhë domethënë keni pas herë Gattuson, herë Montellën, herë Oponi fare Giampaolo një trajner. Seedorf i pator Niku. Këto probleme më shumë kanë qenë me Milanin financiare, se sa probleme me trajner. Edhe komplet Italia mendoj që vun financiarisht. Çka tash kazoma tash ti vitet 90-ta si Kimri, asu në Zikuri. 90-ta Italia me po sta po them, domethënë Liga Italiane vitet 90-ta. Revolucioni edhe Fabio Capello ka bëhet kampion kur e mposh Barcelonën. Pse mendon ti që ka rroç kjo Leonit vitet 90-ta, domethënë tash mas viteve 90-ta i pat edhe fillim vitet e 2000-ta Italia, tonë Premier Liga ka marrë, domethënë atë far epitetin e ligës më të mirë në botë. Çka ndodhi në Itali? Kush the edhe herë? Anglia, pse? Pa liga më e mirë në botë është. Ja, s'është. Në Spanja për momentin mund me thonë. Spanja qëre, që 20 vjetër Rich Barça dhe Reali, Atletico 2 herë kanë ndërhyr. 2014-2021. Po. Angliki kampiona të lifare. A ka ndiku Calciopoli, skandali në 2006-ën, që roi Juventusi për ligë, që më ra komplet reputacioni Italisë ajo? Ç'është më thonë, Italia nuk është që Italia është futboll taktik. Nuk është futboll financiar ose futboll çuçinim mësu. Është financiar? Po bojnë transferime në Itali më? Ja. Nuk bojnë. Ai keni bleka kanë me parë. Po. Shefçenkon me parë. Po. Ibra me parë. Ke në rregull, po kuptoj ty. Për pas kohës keni pas Maldini, Tassotti, Ancelotti këta. Edhe në atë kohë kur ble Van Basten, Gulliti edhe Rijkaardi, për kujt e nard? Për kujt? Prej? Ajaxi me parë. Ke në rregull, un po të kuptoj ty, po un po them, në 10-tat për shembull, Milani, Italia ka qenë në top. Po, e vërtet. Jo veç Milani, po komplet Serie A, domethënë me të një ekip i Anglisë, na kohë. Po jo komedi, se kon Milani deri në 96 kur mori Juventusi Champions League-n, tjerë që kon fort në pa. Tani ku po interesant Serie A? Serie A po interesant. Po, kampion Evropës pa të bo. 2000 në bo kampion Lazio, respekt. 2001 Roma në samon men. 2002 Juventusi, 3 Juventusi, 4 Milani. Goxha konkurrencë bu. Tani 2005 në Juventusi 2006-ën, ndodhi Calciopoli, 2005 ta u shty komplet si titull soja për kuj, 2006 të gap Interit, tani 7, 8, 9 Interi. 2 Milani për 2019, tani Juventusi. Ja kajti nonën falin shprej Juventusi Sovjet, non? Ja. 12, 13, 14, 15, deri 2021 që mori Interi. 9 vjet, ha. Tash apet çer, tash çdo respekt për Serie A, sepse on drejt pa konkurrenca. Domethënë, prej që ra monopoli Juventusit, 2021 Interi, 22 Milani, tash kemi dalë titulli, 23 Napoli që mora titullin mas trotë të Sovjetëve, 24 Interi apet, 25 Napoli, tash po gjet apet Interi. Domethënë, tash u bu ligë goxha. Ka dalë më shumë. Ha pse po thu? Vet lojën. Kalos diet. Edhe pse është shumë zar, nuk e dihet. Ori konkurrenca dorën zemra. Tash po kthehem pak te titulli tjetër. Për 2019 na folë, falna për 2022. A mendon që titullin 2022-ën që fitoi Milani Serie A, i qiti apet në pa tifozët e Milanit në Kosovë,
Fortë pa të dheza, se moti pa ju pa këtu në skenë. Po. A e dole o ti në shesh me festuesi kur do t'i fas Milanit që ndalë? Ja, faktikisht për kohës. Nuk jam dalë ashtu me festu. A ke prit çat titull, se nuk ka që ka pasur kep komedit. Nuk e ka prit goti kërkush. Informacionin e titullit, pak a shumë kush e kon. Theo Hernandez në të majt. Magnani u kon në gol, viti parë. U kon Simon Kjar po, në atë vit. Tomori ligë ka pak. Tomori. U kon i djathtë, kushtu i kemur i djathtë. Calabria dhe Salamakers. Okej, po. Mes fushat o kon Tonali, o kon çatër. Tonali o kon, Kesi o kon, Benaseri o kon. Benaseri. Po kon ky Kroati, Rebici o kon, Giroud pa çkuçat vetë më më. Girouja o shtart, Ibra o kon, Leao. Po. O kon Mesias. Brahim Diazi pa dy gojami mos harrojmë. Diazi ka lënë mirë, edhe o kon viti që ka zdia mon men, Çalhanoğlu, që o kon Milan. Pa shpunë tani po. Se shkoi atje dhe doli erdha me fitu titull. Ai shkoi atje kur Interi bu kampion. Po, erdha me fitu titull. Tani Milani po 2020 kjo kon shumë formë. Ne tani ai emër ligën afat me Inter, po. Po çat vetë kon interesant se çu ke pas çat sezon, apo din se ndodhi çaj sezon. Është sezoni ku luhet krahi i majt. Po. Domethënë, top. Edhe nuk arritin asnjë ekip gati me nol Milanën në krah majt. Leao top, ama super golla. On menimi janë atë ligë ka fitu Theo Hernandez. Domethënë ai Uniske prej mbrojtjes Uniske me Majnjamin, domethënë ja gjujke topin Uniske ka gollën kundër Laçës po duket, që i ka lënë krejt. Top është ajo. Amo edhe Giroud kon goxha faktor çat sezon. Giroud kon tepër faktor te golli kundër dy gollat kundër Interit. Giroud mendoj që e ka pru 900 e vërtetë Milanit që i ka mungu Milanës dhe i mungon edhe sot. Vënajti tamam najti kështu 3 vjet. Edhe besa mos harrojmë më dalin vetë te sezoni tjetër. Sezoni tjetër Tonali u shit. Ajo, kanë 80 vjet. Po kanë 80 vjet. Kesi u shit. Edhe nëse Ibra ka Barcelona. E pati një sezon të mirë në Champions League jo, që shku gjysmë finale. Poshtë Napoli në çerek finale, mbrana jashtë, po. Edhe tani gjysmë finale me Inter. Domethënë u kthye ajo u kthye epoka e Champions League-s 2005 në akon atëherë që patën Adidas. 2005 që nalet po, që nalet loja. A mama nat loj? Po, do e shirim kon. Mas pibien mas 18 viteve luajtën prapë bashkë edhe as gol si japtin tjerit. Çfarë më Po doqë që të era fundi që kanë ujtë Interi Milani. Pra ja atë është Milani full fjalë. E ka 2 barazime nëse s'ka bëj edhe 5 fitore të Milanit. Po, ja tash. Ja keni shtruar zullumin, po apet ata po duket më afër ligës. Po kështu, Leonet, po duam të kallzu pak edhe për këtë pjesën që tash ikim rri, që tash litarët e mirë dhe litarët e dobët. Për Shevchenko thua kon litari më favorit. Kush kon litari është më i dopt në sytë tu te Milani që nja 20 vjet që jeti fot. 20 vjet po 23 vjet. Litari më i dopt që s'hecim kujt më po. Çai që tha Konstanti apo kush? Kevin Konstant thonë ton për mendimin tam Matri edhe Kalinici. Që shkini marrë herë dy litari se ta shkova fund në Milani, po edhe të tjerat në Itali marrin litarë që janë harxhu. Nëse e kanë këtu Babel Modric, që ky është harxhu i ka 40 vjet. Po ti këtë kishish të foto që fanci Milani del. Ja, unë prisjem ku me pa Romën në botë tifos me Romën. Që të libra ka marr hatrët, Zlatan Ibrahimović. A kishim lexuar libra ai? A kishim lexuar? A ki Ibra çati më pa fanel? Po. Kthe pa ka kamerë çati? Top, ktheu ja ashtu, që të fanel e ki dhurat, sepse rall kush aty ne ka i doll ashtu të parë Ibrën. Kështu që ta japi këto aty, inshallah të pëlqen. Faleminderit shumë. Ibra e ka tash në pozitë shkan Milan. Po. Çfarë është bashkë me Taren, një drejtor sportiv me Taren. Tare është ashtu diçka kom, po. Drejtor sportiv tamam është Tare, Iglitare, ndërsa Ibra tash është aty në drejtori, domethënë. Mendoj që është litari themi më emblematik kuptimin e karakterit. Jo vetëm Milani, po në botë. Me në madhë konë shumë për kapasje, po. Arrogant edhe është, ç'sh më thon, ma ndrysh i tjerëve, domethënë i nguc tjerë. Çton libri ka të desa në betale ka. Qa kish pa ditë me bo, kë karrierë me ajna s'ta merë, domethënë, kë katastrof. Leoneta, e lodhish? Jo. A pina do ideja ashtu pak? E pina. Fresku. Tani kom ndëngus për sa në tjera, si me ajna s'ta merë, kështu që fresko pak. Kena më bëllë një lojë interesante, ti besoj e gjallë futbollin ndërkombëtar. Po. Dhe të shohim ka je. Ibrën belojmë, inshallah të pëlqen libra, që të vinë nevojë për përkthem, e qenë ChatGPT edhe e kryen. Kështu, Leonet, po dalin pak te ardhmja. Para se më dalë te loja, po dalin pak te ardhmja. Çka pret për Milanin? A mendon që ka
mundësi ose themi për sa vjet është prap kandidat për me fitu Champions League, se për ligë mund me ndodhe marr prap Champions League. Tash menimi jam, po real është te Allegri a qëndron. Ajo ka arsye me dala. Reali. Reali. Cili Real më rrit Allegrin? Po Real Madridi e ka lypë në 2019 edhe 2021 nëse s'gaboj. Allegri ka bën. Jo, mundi me hi me këshyr. S'besoj që lyp Real Allegrin. Allegri. Forte pas kanë qef Allegrin, edhe kon tjetër e lavdu. Benazerin e ka lavdu shumë. E pse po thua me Allegrin? Si trajneri më i mirë në botë. Pse po thua më i mirë? Çfarë që po gjatë lojën pragmatika? Po, në Allegri tashti në Kostan Çaloti ai më dhes. Gati si linjejt është, gati që aty dikon është. Domethënë i afrohet. Po problemi i tij është që s'mund domethënë pse Champions League nuk ka të fituar. Aty është pak problematike. Dy janë finale me Juventusin, po dy herë teshët, një herë me Super Barcelonën edhe një herë me Super Real Madridin. Edhe a Champions Milan li kampion va jo. Ky Milani, domethënë që ky sezon nuk kon për Allegri me shkuën në Champions League, nuk kon për me fitu. Po tash senet janar që janë në pozicion dytë edhe në luftë për titull. A lip këtë transfera apo veç original është mesazhi? Tash çfarë? Ç'kjo është puna e Allegrit? Ç'kjo është pse them Allegri është një prej trajnerëve më të mirë në botë, dashur edhe më i mirë në botë. Se Allegri me çatalitor që i ka, është në gjendje me lut lojën. E dallim për shembull Conte do që e lavdojnë, Conte ka gjithmonë probleme me drejtorat sportiv se ankohet shumë vitin e dytë. Ankohet se i don litar, domethënë ai don më kon çat thotaj me bu, po ti duhesh me çatalitor që i ki me gjet komponenten edhe me kriju lojën me ata që i ki. A nic to? S'mundesh me prit për shembull pe një litarit tjetër me bu ç'a bën Messi. Po e qartë. Çata litarit. Kush i vjen Milanit për sezonin tjetër? Në Nanç na vjen çështën e ngolla. Domethënë Milani Kunku, Fulkrug, Jimenez, këtë njeka? Kunku i dopt. Me marr, domethënë është jo që është i dopt, po bën edhe konflikt ngjështore. Po thua. Ka rrugën më të neltën. Rrugën më të neltën. Po thon, këta djerë po xhelozojnë, a? Po normal më. Ti sikur tash ti stop. Nëse edhe heq emisionin ose diçka dhe vjen dikush me rrugë që s'bën kur gjë. Ç'a thotë? E Kongo po të s'bën kur gjë, a? Po. S'bën san. Deri tash. Fulkrugin pse mort Fulkrugin? Nanç. Një gol ka bu me Lecce. Një Nanç na vjen. Kush i shkon si mos ideal se pak tash rrallë kush shkon që është në karrierës Milan. Mos ideal Milan. Kush i shkon Milan tash? Duhet me menu pak. Lautaro Martinez. A shkon aty për Inter Milan? S'ka gjë, a? Ne shilmus italian me gjetë brendonsh? A din kush kish bëm? Osimhen, për shembull që është Galatasaray. Po shumë zor, mo tërheqën. Ja problem është ai më shku. Tifoz të kanë e dojnë shumë. Leo apo Ren? Leo edhe më shku Sanso. Pse mos? Pas a ka bota mend sa dikën e ka fitu? Nuk ka bu ça u prit me bëm. Ça u prit me bëm? Nuk ka bu ça u prit me bëm, ja. Ça u prit me bëm, ku na shmend, ça u prit me bëm më shumë. Ç'është ça u prit? Domethënë ta shumë mirë, shkon deri te zona i ka këtë mundësi, këtë mundësi. Po që shkon tu kesh. Po më kesh më pak më shënu më shumë më mirë. O na mytë. Ama që Lao ka kryer më në gjallë, thash më shku pak në Arabit Sanci është bu. Po më mirë Allah. Mirë më shku Theos. Theos, po më duket më thon djali ka emrin Theo? Theo ka djali. A ka për shkak Theo Hernandezit apo veç ke pas qef si jam? Dej dikon. Zgjoj me ditë gruaja. Falenderoj shumë, po para se më kry kena bënë lojë. Po. Ti më tha që një futbollin ndërkombëtar, apo rrim vesh në Itali apo dalim gjithka? Gjithka. Shkojmë edhe në Afrikë. Në Afrikë. 3-2 edhe i gjojmë ka 5 fituar klubeve. A shkojmë? 3-2 Milan. Inter. Gjatë kem qëta. Ronaldo s'ngjehet i vjetri, se gjatë për thujmë. Çalhanoğlu. A ke gati aske? Jo s'kesh gati, po ty po ta jepi mundësi. Me thonë. Ja. Hajde. 3-2 Juventus. Bonucci. Thuje klubin më njëherë. S'ka dhe. Thuje klubin për janë me mu të në gjëmë litarin. Edhe i herë. 2-1 Roma. Fiorentina. Kush është? Dzeko. Saloj. Ani Salah. Bon edhe kjo. Hajde tjetër. 3-2 Chelsea. Lazio. Crespo ka lyt Lazio dhe në Chelsea. Po. Hajde treta. 3-2 Como. Arsenal.
Fabregas. Bravo. Ka lujt pak për atë trajner, respekt. Çka ke drejt, ha? Shkojmë. 3, 2, 1. Arsenal. Arsenal Liverpool. Arsenal Liverpool. Kush është? Arsenal Liverpool. Ka lujt dikur sigurt. Më ndonëra pak? Chelsea Bay. Benayoun, po thonë, Benayoun. Edhe një të fundit po rrim këtu në Itali. Në Itali. 3, 2, 1. Lazio. Cagliari. Matre, jo. Caicedo, jo. Cagliari. As gjeli dorë Cagliari ta? Allegri kon Cagliari. A di çka, po bëjmë një lojë më të veçantë me ty. Hajde. Kena me gjithë këtë lojtarë që kanë luajtur Chelsea dhe Milan sepse ka shumë. Dhe sa të nalem, tani këtu regjia i numërojmë kush ka gjetë më shumë. Okay. 3, 2, 1. Loftus-Cheek, Essien, Shevchenko. Morata, Abraham, 2. Essien, Essien e thash. Po. Tomori, po. Pulisic, Giroud, Ja. po që jam domamati. George Weah, topi i art of the pass. Milan i vetmi së zak. Ruud Gullit, i pari, Ruud Gullit është i pari që ka luajtur Chelsea në Milan. Ruud Gulliti. Tjetër ke marrë ja? Duket s'ka mu, i tham bukur da. S'ka mu. Që ka apet nash Crespo. Këti gjetane. Leonit, për fund e kini mesazh shikuesve, qoftë tifozët Milanit, Inter, Juventus, kontra gjegi rival, një mesazh për kuesha Milani në vazhdim ose na i kunj për ta se çka i pret. Çfarë tjetër drejtohu? Për fancat Milanit atë Interit. Ka dush janë, nguci çfarë? Atë Interit as kanë çamë nguc, këta e ngucin veten kur folin për Milan. Për fancat Milanit, gjithmonë me Milan deri titullin vitin tjetër. Po. Shikues dashur, ky ke Leoniti, ndoshta mysafiri më spektakolar që kem pas ndër, full besim për Milan, Allegri në Benacer në moçëm. Ju falenderojmë shumë edhe shihemi në episoda të tjera.